Moderatorja bukuroshe dhe shumë e dashur për publikun, Kiara Tito, ka reaguar menjëherë pas publikimit të këngës së re të fenomenit shkodran Louise Ailey. Ajo ka zgjedhur një mënyrë të jetë origjinale për të treguar mbështetjen e saj, duke pastruar shtëpinë në ritmet e hitit më të ri të Louisit Maraklie, ndërsa në sfond në televizor shfaqej videoklipi i këngës. Kiara shihet duke kërcyer me fshesën elektrike në dorë, e buzëqeshur dhe me shumë energji pozitive, duke e shoqëruar videon me mbishkrimin plot humor. Ja, kështu bëhen punët Louise. Ky reagim i menjëhershëm dhe spontan i Kiarës ka sjellë shumë komente pozitive në rrjet, ku ndjekësit janë shprehur të lumtur për atmosferën e bukur familjare dhe për harmoninë që çifti transmeton. Kiara jo vetëm që mbështet Louise Ailey si bashkëshort dhe partner, por tregon edhe një formë argëtuese se si muzika e tij është bërë pjesë e jetës së përditshme. Kjo video është bërë virale në rrjetet sociale, me mijëra shpërndarje dhe komente nga fansat që e kanë cilësuar si videoja më e ëmbël e ditës dhe grua që mbështet me stil. Në sfond dëgjohet kënga Maraklie, bashkëpunimi i Louisit me Mimoza Shkodrën, që tashmë po cilësohet si hiti i kësaj vere. Kjo skenë shtëpie ku përzihen pasioni për muzikën dhe përditshmëria familjare është një tjetër dëshmi e lidhjes së fortë mes Louisit dhe Kiarës, një çift që gjithmonë di të dhurojë emocione dhe buzëqeshje. Videoja e Kiarës është pritur me duartrokitje të shumta, duke treguar edhe një herë se çifti i famshëm nuk është vetëm i dashur për publikun për shkak të famës së tyre, por mbi të gjitha për thjeshtësinë, natyrshmërinë dhe dashurinë që reflektojnë në çdo moment të jetës së tyre. Ndërsa Louise Ailey vijon të korë sukses me projektin muzikor që ka rrëmbyer zemrat e shqiptarëve, Kiara po tregon se mbështetja më e madhe vjen pikërisht nga shtëpia, me një buzëqeshje, një kërcim dhe me fjalët që vlejnë më shumë se çdo reklam. Ja, kështu bëhen punët. Kjo video nuk është thjesht një moment argëtimi, por një mesazh dashurie, bashkëpunimi dhe uniteti mes dy njerëzve që po ndërtojnë jo vetëm karrierën, por edhe jetën, krah për krah, me shumë përkushtim dhe humor.